na edhe populli edhe kur kush nuk ka faj për këto sene. Po i thëmë diçka, që ky popull e qëta njerës, e qëta në për opozita, e parlamenta, qëka si janë dalë jashtë, këta din me gnyje, dilni këqyni se na nuk i kem këtu na nuk po millim panxarët shqeqerit, e mo bo shqeqeri. Dhe dalin që ku është Hungaria dhe të këqyrin ku është çmimi, dhe dalin Romani që për çka ku është, dhe dalin Bugari. Shqeqëm, veç po i thëmë diçka, ne shqiptarët jemi tranuar. Kur shqiptari pej që jetën në qitë ven, nuk i ka pas punë ma mirë. Shko këqyrin në shpe, thmija që ka telefonin 4-500 euro. E qysh mund me thonë, ai nuk po mundë me përbalua me hongër me pi. S'ka shpi që si ka 2 kere. Kur kush nuk ta ma një lopë, Albin Kurti dhe marrë me ta pru lopën atyja, shqyqëm, janë çmime në regullë se na nuk po prodhojmë kur gjo. Kur s'prodha ti kur gjo, duhet me blipe atin, ai nuk ta falë. Shko këqyrin sa kushton atje. Heja, pia, kurkun, që tu hinë për restorane ma shtrejtin, ma i liri, për shembull në Hungari, apo ku është jashtë, ma i liri, është sa ma i shtrejti këtu. Unë nuk maj men deri tash që në rritë çmimet ma shumë se këto. Kena protestu dhe për para, për që të çmime, po qeveria i ka fajet kretë. Që sa ma shpejt formohet qeveria, aq ma shpejt çmimet kanë me zbrit. Atë të mos energjia e ka të pruhe. Për neve klasin që askena, për sidomos për pensionerët e këto, e ka të pruhe. Unë kështë në lutë qeverinë, që të formohet sa ma shpejt, që të çmimet në tranunë. Dhe me thonë, në qitën met për jatë, mo energjia e ka të pruhe, shumë e ka të pruhe. Aje duhet mi ullë çmimet, pishele, qëfar çmimi po bëhen. Juve se përmendë që jeni pensioner, a mundeni mi adol me këto çmime? Jo, kushtë si. Atë pensia jonë që po vjen, edhe pse kanë rritë ajo veç për bana nuk delë. Sidomos për bana nuk delë. E lemo të këqyrëm këto çmime tjera. Vallaj bëllë me vështërsi. Çmimet po ipin për ditë, masë s'ka as qeveria, s'ka vend që shduhet, s'ka kush në allëhet që shduhet, bëllë vështire kemi. Edhe besoj që gjithë 9 muaj së bo kur gjithë ashtë mos po bëhet ma mirë vitin ashëm, që këj vetë shkaj. Cila është kërkesa juve ndaj qeverisë për... Kërkesa ime është me formu qeveria, me formu Kovedi, me formu krejt institucionet shtetërore e me na udhëheq pak që duhet, jo veç shkelja shka. Ata po luftojnë me një fjalë veç për pushtet, jo për shtet. Shtetin e popullin e kanë lënë njëri non. Si mas mendimit tim tash, le të mendojnë pak për neve, le të mendojnë pak edhe për shtetin.